duke ju kërkuar shumë ndjes, zoti Bani, duke ju kërkuar shumë ndjes, a mund të kemi një mendim nga ana juaj lidhur me diskutime që u bën sot në mbledhjen e gjyqtarëve? Për çfarë është diskutuar dhe a keni propozime konkrete për institucionet, autoritetet, politikën? Mbledhja u bën me dyert të mbyllura dhe pasi të mbarojë mbledhja, do ketë një deklaratë dhe do të informohet media për çdo lloj për gjitha diskutimet. Përfshi këtu dhe deklaratat edhe fjalimet që mund të kenë bërë secili prej këtyre. Do ketë një komunikim shumë të qartë për mediat, dhe në respektim të transparencës. Dje pasi kryet homazhet në nder të kolegut tuaj Astrid Kalaja, ju ngritët me të drejtë dy shqetësime, një që ka të bëjë me godinat e gjykatave, që sipas jush janë të papërshtatshme, po ashtu edhe për sigurinë. Një herazi pas fjalës tuaj, qeveria pati një vendim përmes një VKM-je, shtoi masat e sigurisë për gjyqtarët e gjykatës posaçme, ku ju jeni një prej tyre, dhe për drejtuesin e BKH-s. Pra ju qëndroni të njëjtave pretendime lidhur me çfarë deklaruat dje para, dhe e dyta, mendoni se qeveria ka marrë mjaftueshëm masa për të garantuar jetën tuaj dhe të familjarëve tuaj? Atëherë, së pari i qëndroi të gjitha deklaratave që dhash ditën e djeshme. Është fakt, tani është fakt i ditur botërisht që gjitha gjykatat e Shqipërisë nuk kanë kushte komode për të zhvilluar veprimtarinë e tyre në shërbim të publikut. Duhet theksuar që drejtësia nuk është gjë tjetër veç se shërbim. Dhe që shërbimi të jepet sa më i mirë, duhet që kushtet të jenë sa më të mira. Dhe minimalja është të kenë kushte sigurie. Në kushtet kur një gjyqtar futet në të njëjtën derë me palët, të gjitha palët, në të njëjtin korridor, në të njëjtën, nuk mund të kesh siguri. Dhe nëse gjyqet zhvillohet në zyrat e gjyqtarëve për shkak se nuk ka salla gjykimi, nuk mund të ketë as solemnitet dhe nuk mund të perceptohet drejtësia. Lidhje me vendimin e qeverisë? Lidhur me vendimin e qeverisë, sipas ligjit, kjo është kompetencë si ja njeh ligji për të marrë masa shtesë sigurie. Për ne janë të pranueshme çdo lloj masa që merr qoftë nga qeveria, qoftë nga legislativi, që lidhen me shtimin e masave sigurie. Ne jemi të gatshëm të bashkëpunojmë me çdo për të rritur masat e sigurisë. Ne do bëjmë propozime konkrete dhe shpresoj që si ekzekutivi, ashtu dhe legislativi ti marrë në konsiderat, pasi siguria e gjyqtarëve është thelbësore. Pa siguri të gjyqtarëve nuk mund të ketë drejtësi. Faleminderit zoti Bani.